Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim, do bëjmë parashikimin për muajin dhjetor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, sepse jeni një nga shenjat më me fat. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Fillojmë dhe shohim energjinë tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit dhe energji, jemi te rrota e fatit që ka 4 energji, është energjia e shenjës së Demit, energjia e shenjës së Akrepit, shenjës tuaj, energjia e shenjës së Virgjëreshës dhe energjia e shenjës së Luanit. Ju shoh që keni paqartësi në fillim të kësaj periudhe. Ndoshta ju ndiheni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri, në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por më tepër ju shoh në paqartësi, në pasiguri, në lidhje me një takim, me një person që ju jeni në një njohje ose dëshironi të futeni në një njohje. Por unë shoh që keni një takim në mes të javës ku do ndjeni shumë entuziazm, do jeni duke e festuar, por ndërkohë sigur do hidhni themele të forta në lidhje me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që fati do t'ju ndihmoj. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, unë shoh që ju harrini të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, të hidhni themele më të forta dhe fati do t'ju ndihmoj për këtë. Për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me punën, me anën ekonomike, me çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë. Shoh që ju mund të zhvendoseni nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, ju do hidhni themele të forta në lidhje me punën, nga ana ekonomike, do filloni të stabilizoni gjërat, por ndërkohë shoh që në fillim të javës mund të keni dhe prapaskena nga persona të ndryshëm. Por më tepër e shoh paqartësi, frikra emocionale në lidhje me stabilitetin tuaj. Por ju do të harrini këtë stabilitet në mes të javës dhe fati do t'ju ndihmoj. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jenë çështje situata në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, nga ana ekonomike, por edhe gjithçka tjetër. Por një pjesë tjetër shoh që mund të bëni dhe disa investime ose një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, ose nga një shtet në një shtet tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër, nga një vend pune në një vend pune tjetër. Gjithsesi, e rëndësishme është që ju harrini të stabilizoni çfarë do lloj situate që keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Java e parë është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjës së Luanit, energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit. Në fillim të javës së dytë, ju shoh që do shkëlqeni, do keni sharm, do ndiheni të lumtur, sepse fati do t'ju ndihmoj në situata të ndryshme që ju keni. Dhe në mesin e javës shoh që ju mund të ndiheni të lumtur në lidhje me një person që do takoni dhe fati ju ndihmon në lidhje me këtë. Mund të ndiheni të lumtur në lidhje me shtëpinë tuaj, me familjen, me fëmijët tuaj. Ose mund të ketë edhe lindjen e një fëmije gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu janë të përfshira dhe gjitha shenjat e tjera të horoskopit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Por mund të ndiheni të lumtur te puna juaj, nga ana ekonomike. Në mesin e javës shoh që jeni në dilema. Mund të jeni në dilema, një pjesë prej jush në lidhje me një person, me këtë person që do takoni. Në rastin tjetër mund të jeni midis dy personave, dy situatave, dy punëve të ndryshme, ose mund të jeni midis punës dhe familjes. Gjithsesi u shoh në dilema dhe nuk dini se çfarë të bëni, nuk jepni dot zgjidhje këtyre dilemave.
Dhe në fund të javës së dytë, ju shoh që keni ngecur në mendime. Jeni duke menduar në lidhje me këto dilema që do keni. Ndoshta ju mendoni negativisht në fund të javës që gjërat secin ose nuk shkojnë ashtu si ju dëshironi në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por janë thjesht mendimet tuaja sepse rrugën e keni të hapur në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë ju shoh që ju do jeni shumë emocional. Dilni nga kjo situatë që do keni në fund të javës dhe shoh një çlirim shpirtëror për një pjesë prej jush në fillim të javës së tretë. Për pjesën tjetër, do keni lajme të mira, do ndjeni të gëzuar, shoh që do keni shumë emocione. Dhe e gjitha kjo ndodh sepse do keni një fillim të ri në mes të javës. Jemi të energji e shenjave të ujit, këtu kemi energji të shenjës së demit, peshore, shigjetar, por dhe energjinë e shenjës së peshqve. Shoh që do jeni emocional në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, një njohje re, në një rast. Në rastin tjetër mund të jetë një shtatzani për gjithë ata që presin një shtatzani. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me një punë të re, një partneritet, një bashkëpunim, por edhe në lidhje me anën ekonomike, sepse shoh bollëk dhe prosperitet. Është një fillim që do marrë zhvillime shumë të mira në mes të javës. Por në fund të javës ju shoh që do ndjeni shumë të sakrifikuar në lidhje me këto fillime që do bëni. Ndoshta ju mendoni që po sakrifikoni shumë në lidhje me një dashuri për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër, ndoshta ju mendoni se po sakrifikoni shumë te vendi i punës ose me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Dhe do jeni duke analizuar emocionet tuaja në lidhje me një dashuri, por dhe situata të ndryshme që ju do keni gjatë javës së tretë. Gjithsesi, java e tretë është një javë përsëri fantastike, sepse keni fillime dhe zhvillime të mira. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së gafores. Shoh që do keni një fillim të ri. Është një kupë emocionale e mbushur plot e për plot. Ju ndoshta është një person që vjen drejt jush, dhe këtu flasim për gjithë ata që bëjnë fillime të reja, sepse shoh që ju do bëni një fillim të ri që në mesin e javës së dytë. Dhe ju shoh shumë të gëzuar, lajme të mira, si në lidhje me dashurin, me një person që ju do futeni në një njohje, me njohjet, lidhjet, por dhe marrëdhëniet tuaja, ndërsa për pjesën tjetër shoh lajme të mira te puna juaj, është një fillim i ri që do t'ju gëzojë jashtëmase. Mund të jetë një punë e re, një aktivitet i ri, një biznes i ri, por gjithsesi është diçka e bukur për ju, sepse shoh që është gjithçka do lulësoj me këtë kupë emocionale që do keni, me këtë lajm ose me këtë fillim të ri që do bëni. Dhe në mesin e javës katërt, unë ju shoh që ju do arrini të stabilizoni situatat. Mund të stabilizoni një situatë në lidhje me dashurinë. Do shoh që këtu do filloni të bashkëpunoni në lidhje me këtë person që do futeni në njohje. Ose ju do jeni më bashkëpunues në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që ana ekonomike do jetë shumë e mirë, sepse jemi te 10-a e monedhave, ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ose në rastin tjetër mund të bëni një blerje. Mund të jetë blerja e një shtëpie, mund të jetë blerja e një makine, blerje online të ndryshme. Gjithsesi, është fundi vitit dhe ndoshta ju mund të jeni duke menduar për të bërë dhurata, ose në rastin tjetër për të investuar diku te fëmijët tuaj, në shtëpinë tuaj, ose ju do merrni disa para dhe është një shumë e mirë nga puna juaj, ose ju mund të mendoni për të shkuar diku dhe do jeni duke menaxhuar të ardhurat tuaja, ose këto para që ju do merrni. Gjithsesi, është mesi i javës është shumë i bukur për ju dhe vazhdojmë në fund të javës, kemi kartën e karrocës ku ju do arrini të jepni drejtim
emocioneve tuaja në lidhje me këtë person që do futeni në njohje. Ndërsa për pjesën tjetër do të jepni drejtim familjes, shtëpisë tuaj, fëmijëve tuaj, punës tuaj, por edhe anës tuaj ekonomike. Ndërkohë, një pjesë prej jush mund të keni të bëni me një shtëpi, mund të jetë një pronë, mund të jetë një, nuk e di, por ju do arrini të jepni drejtim çfarë do lloj blerje që ju dëshironi të bëni. Kjo tregon që do të jepni drejtim, mund të jeni dhe në udhëtime në fund të vitit. Ju mund të jeni duke menduar për të shkuar për të kaluar pushimet për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër mund t'ju vinë fëmijët tuaj nga ky udhëtim, ose ju do shkoni diku për të kaluar festat e fundvitit edhe me persona të familjes tuaj ose dhe të shoqërisë tuaj. Gjithsesi, është një muaj fantastik në lidhje me ju, përveç pak në mes të javës së dytë. Dhe marrim një mesazh nga ëngjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi na japin në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi energjitë shenjave të tokës, është nënda e monedhave, dhe shoh që ju do ndjeni shumë të sigurt në veten tuaj gjatë këtij muaji. Është një muaj ku do keni shkëlqim, do keni sharm, fati do t'ju ndihmoj, ju do arrini të stabilizoni shtëpinë tuaj, familjen tuaj, dashurinë për pjesën tjetër, do keni fillime që do marrin zhvillime të mira dhe ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Është një periudhë e pasur në jetën tuaj, ju thot. Kaloni kohën me veten tuaj. Ndoshta në një ambient pak në natyrë ose diçka tjetër, por gjithsesi thotë që kaloni në qetësi kohën në vetmin tuaj, thotë. Lumturia do vi drejt jush. Është një mesazh shumë i bukur në lidhje me ju, thjesht hapni krahët dhe shikojni jetën ashtu siç është, por gjithsesi unë ju shoh që ju do arrini të ndjeni të sigurt, të keni vetbesim, një lloj stabiliteti brenda vetes, stabilitet në ekonomi, do merrni një shumë parash të konsiderueshme dhe e pam edhe këtë gjë, por do ndjeni të sigurt me gjërat që do bëni gjatë muajit dhjetor, si me fillimet e reja, por edhe në lidhje me drejtimin që do të jepni situatave të ndryshme që ju mund të keni gjatë muajit dhjetor. Atëherë është një muaj fantastik për shenjën tuaj, ju uroj vërtet një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit tham, videot e vitit 2026, sepse jeni një nga shenjat më me fat, por dhe video të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasditë sa më të këndshme.